Me qëllim garantimin e rendit dhe sigurisë publike gjatë procesit elektoral, si dhe për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e krimeve zgjelore në zbatim të detyrimeve që rrjedhen nga ligji për Policinë e Shtetit, Kodi Zgjelor, vendimet dhe udhëzimet e nxjerra nga KQZ, Policia e Shtetit ka hartuar planin e detajuar të masave. 6.838 punonjës policie dhe 813 specialistë për hetimin e krimeve janë trajnuar me qëllim angazhimin për të hetuar krime zgjelore. Gjatë fushatës elektorale nga strukturat e policisë janë angazhuar 6.500 punonjës për mbarvajtjen e aktiviteteve të zhvilluara në ambientet hapura dhe të mbyllura. Policia e Shtetit, për të goditur krimet zgjelore, deri më tani ka referuar në SPAK 37 raste, ndërsa në ditën e fundit të fushatës janë marrë masat për garantimin e rendit dhe sigurisë në aktivitetet përmbyllëse. Tashmë Policia e Shtetit ka marrë në ruajtje dhe objektet zgjelore që shërben si KZAZ, që në momentin që kanë shkuar materiale zgjelore, si dhe kryen shërbim në moment që largohet komisioni KZAZ-s. Në gjithë vendin janë 93 objekte zgjelore ku janë vendosur komisionet e KZAZ-ve dhe 5225 objekte që do të shërben si qendra votimi, ku ditën e votimit objekte këto që do të merren në ruajtje nga policia ditën e shtunë. Lista me 5316 punonjës policie dhe automjete do të angazhohen për ruajtjen e objekteve zgjelore dhe shoqërimin e materialeve dhe ajo është dërguar në KQZ dhe miratuar. Shërbimet e policisë që janë të planizuar në ruajtjen e objekteve që do të shërben si qendra votimi do të instruktohen ditën e shtunë paradite e më pas do të shpërndahen në pikat ku janë planizuar me shërbim. Ditën e diel, me dorëzimin në mëngjes të objekteve që shërben si qendra votimi, punonjësit e policisë do të tërhiqen nga vend grumbullimet e përcaktuara dhe do të rikthehen për të bërë shoqërimin e materialeve zgjelore në drejtim të KZAZ-ve në orën 19. Gjatë ditës së votimit, në rast se nga komisionet e qendrave të votimit, koordinatorët e KZAZ-ve apo KQZ-ja do të ketë kërkesa për ndërhyrje të policisë në zbatim të kodit zgjelor, policia ka lënë pikat e kontaktit me komisionet dhe do të ndërveprojë në kohë. Me datën 11 maj, në orën 18, shërbimet e policisë do të marrin në ruajtje të gjitha objektet VNV ku do të bëhet numrimi i votave dhe shërbimi do të vijojë deri në përfundim të gjithë procesit. Janë marrë masa që në çdo komisariat dhe drejtori të ketë grupe të gatshme për të vepruar në terren në rast nevoje. Të gjithë punonjësit janë trajnuar dhe miratuar nga KQZ dhe do të jenë të pajisur me mjete identifikimi dhe jelek të policisë. Policia e Shtetit thotë se është e vendosur dhe angazhuar për siguruar deri në fund mbarvajtjen e procesit, ndërsa garanton rend dhe siguri për gjatë fushatës dhe në përmbushje me sukses të detyrimit mallor, ditën e votimit që çdo qytetar i Republikës ta ushtrojë qetësisht dhe i sigurt të drejtën kushtetuese për të votuar. Në fund, Policia e Shtetit apelon për qytetarët të denonsojnë çdo rast që cënon të drejtën e tyre për të votuar, apo që synon të tjetërsoj votën, si dhe gjitha subjektet politike të zbatojnë me korreksi detyrimet dhe të bashkëpunojnë me policinë për çdo rast të cënimit të ligjit. Janë marrë masat nga ana kësaj strukture për mbajtjen në kontroll të plotë të gjithë territorit të vendit, pikave doganore dhe kontrollet në kufirin jeshil dhe blu, me qëllimin e vetëm sundimin e ligjit.